Në ora 12 filluan zgjedhjet për rektorin e ri në Universitetin Nën Tereza në Shkup. Secili fakultet ishte i ndarë në vendvotime në kabinete të ndryshme, të drejtvote kishin i gjithë stafi akademik dhe nga një përfaqësues të studentëve nga secili fakultet. Pas numërimit të votave, kandidati profesor Dr. Bekim Fetaju shpall fitues me 38 vota, gjëgjësisht 3 vota më shumë se kundër kandidati profesor Dr. Blerim Saiti, i cili grumbulloi 35 vota. Денеска се одржа и завршија успешно изборите за нов ректор на Универзитетот Мајка Тереза. Во моментот имаме првични неофицијални резултати, според кои кандидатот професор доктор Беким Фетај победи со разлика во 3 гласа. Bekim Fetaj është inxhinier i IT-s, sipas CV-së së tij studimet bachelor i ka kryer në Shën Qirili dhe Metodi në Shkup, studimet master i ka kryer në Oxford të Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa është doktor i shkencave teknologjike me studimet e kryera në Graz të Austrisë. Ndërsa kundër kandidati i tij Blerim Saiti është profesor i edukatës fizike. Sipas CV-së, studimet bachelor dhe master i ka kryer në Institutin e Kulturës Fizike në Universitetin e Tiranës, ndërsa doktoratën në Shën Qirili dhe Metodi në Shkup në 2013. Disa ditë më parë, shqetësime në redaksinë e televizionit 21 ka ngritur një pjesë e botës akademike në këtë universitet për rezultatin e dobët të profesor Blerim Saiti në shkollën e mesme, ku siç mund të shihet, Saiti të gjitha notat i ka dysha. Por i pyetur për këtë, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Zoran Gacovski tha se Saiti ka plotësuar kushtet si kandidat. Ние гледавме регуларните услови што се законски како кандидат на ректор и констатиравме дека тој ги исполнува условите да биде кандидат за ректор. Значи не ги гледавме назад временски неговите успеси во средно и во основно училиште, него регуларните услови што треба да биде редовен професор, треба да биде државјанин на Република Македонија и треба да има препораки и објавени трудови. Bekim Fetaj ditën e hënë zyrtarisht do ta merr mandatin e rektorit, ai do të jetë rektori i tretë me radhë pas Izet Zeqirit dhe Aziz Pollozhanit.